artisti po na pyet se çfarë vepra mbrohen dhe ja mbrohen edhe ato që janë të krijuar me inteligjencë artificiale ose AI. Format që mbrohen janë domethënë tekstet, muzikat, fotografia, software, dizajnet, çfarëdo lloj paraqitje artistike ose skenike që është e shkruar, ajo mbrohet domethënë si pronë intelektuale në kuadër drejtave autoriale. Tash me zhvillimin e inteligjencës artificiale, e shohim se një tendencë shumë e madhe është bërë edhe prej krijuesve dhe artistëve të ri, me përdor domethënë avantazhet e inteligjencës artificiale për me ardhur te një krijim më i shpejt ose ndoshta edhe më i përsosur i kontentit që dojnë me plasu. Tash krejt varet se çka është kriju. Për shembull, në qoftë se janë dhënë disa komanda shumë specifike për me ardhur një produkt specifik, atëherë sigurisht që këto drejta autoriale i takojnë domethënë autorit, për shkak se AI vetvetiu s'ka arrit me zhvillu, me ngrit një kontent të tillë, mirë po ajo ka ardhur me ndihmën e një personi mbrapa saj. Mirë po kjo është hala diskutabile për faktin se edhe në nivel të Bashkimit Evropian ka hala një debat të hapën dhe nuk është e rregulluar në aspektin ligjor se kujt saktë i takon e drejtat pronësie për një përmbajtje që është e krijuar me inteligjencën artificiale.